Nuk është në Shifrat, Të ardhura total gjesh, Tirana për vitin 2024 ka pasur 1,27 milion euro. Total. Po që ka me fitim Tirana. Po, është 40 milion lekë të vjetra fitim, sepse shpenzimet kanë qenë 1,23. Kështu që 40 milion lekë ka dalë fitim. Tani Në bilancet. Shko këtu real, jo më 1,27 milion, po ka shitur lojtarë. Ka shitur lojtarë. Ka shitur lojtarë valla. nga dra televizive, Po bazohet tek shpenzimet dhe deklaruara. Jo, 95 milion vit pra 950 milion janë shpenzimet. 95 milion vit. Mund të bësh më, nuk është aq kjo informaliteti ka qenë vitën përpara, po Jo, tani s'po fare, thjesht ju Vini madje i duket e pakonceptueshme që këtë biznes më humbje, se s'ka biznes më humbje. unë kam nxjerr 120 milion lekë të vjetra, ka paguar vetëm qira stadiumi për një vit. Ka paguar. Po, 120 milion lekë. Ku i ka paguar në shkonte në për Laçën apo Rubenia. Rubenia. Pastaj thash, janë pagash dhe shpërblim. Nga i kanë të ardhurat, apo nuk ka zëra, nga kanë Nga shitjet e lojtarëve? Po më thuaj pak sa kanë shitjet e lojtarëve. Nga shitjet e lojtarëve janë diku te 800 milion. Vjet. Po, vjet. 800 milion, po ka shit vjet më vonë. Po shitën disa lojtarë. Mos janë dhe lekë të muçit që kanë ardhur nga Ato Beşiktaş. edhe me këste, po. Nuk cilësohet.